Një grup banditësh vodhën 3 milion euro, nuk e di e pat apo jo, si në për filma. Shpërthyen me armë, me eksploziv atë furgonin që ishte plot me para, i blokuan aty ata policët, e tjerë. Pra, nuk ka gazet që nuk flet për këtë dhe është bërë një lajmi i ditës, si mund thuhet. Nuk është ndonjë shumë e madhe, por këto gjëra ndodhin për ditë, megjithatë po thuaj për ditë. Megjithatë unë do t'ju tregoj një nga këto që ka ndodhur para disa kohësh, por në mënyrë krejt ndryshe dhe që nuk bëri shumë bujë. Në vitin 1995, një tip me emrin Carvel, një francez, që punonte për një shoqëri bankare të rëndësishme, bëri një vjedhje kolosale, një vjedhje 5 miliard dollar. 5 miliard, nuk ishim shifrat vogla, dhe mënyrën se si e bëri ishte vërtet e zgjuar, sepse ai nuk e bëri si bënin të tjerët me anë të kompjuterit, pra ai nuk përdori një sistem kompjuterik, por përdori zgjuarsin. Tani, nuk është se po japim vlera sepse ai e bëri një vjedhje, jo, por po themi që ka edhe rastet tjera, dhe unë tregoj edhe një rast tjetër, dhe në qoftë se insiston dikush për të vjedhur, e bën. Është e thjeshtë. Me një fjalë, kushdo e bën për të vjedhur, por të mbani mend që pas pak kohe, pa dyshim do t'ju marrin, do t'ju kapin. Sot, që ta dini, nuk ka shans që mos t'ju kapin. Megjithatë, ky Carvel bëri një diçka që se kishte bërë kush. Ai çfarë bëri? Brenda bankës ku punonte, sepse ishte një nga punonjësit e rëndësishëm të një banke, ai transferonte para, por jo nëpërmjet kompjuterit, por brenda bankës, pra brenda qarkut të bankës, dhe e bëri me shumat vogla fillimisht. Dal nga dal, derisa pastaj rriti shumën dhe kaloi kohë. Ata nuk e kapën me njëherë, sepse askush nuk kupton se çfarë ndodhte. Në fakt, nuk ishin lëvizje bankare me anë të kompjuterit, si ju thash, por ishin lëvizje të brendshme. Në fund fare, kur kuptuan që mungonin, sepse ishte mungesa e parave që ishte e madhe, kur mungonin disa para, u futën që të shikonin dhe pastaj zbuluan që ishin 5 miliard dollar. Bëri disa vite burg, por si të qoftë, më duket se ka dalë tani, megjithatë nuk është ky fakti. Fakti tjetër është që si do qoftë e kapën. E njëjta gjë ndodhi edhe para disa viteve. Për shembull, disa hajdut, një nga këta italian, shkoi dhe të vithe bankën më të madhe në Belgjik. Dhe çudia ishte që mënyrën se si e bëri ishte fantastike. Ai çfarë bëri? Përpara se të vinin bankën, studioi për muaj të tërë se si do ta vidhte. Dhe çfarë bëri? Afër bankës mori një kështu me qira për dyqan floriri, dyqan orrash e tjerë. Ishte, le të themi që ishte punonte si i till, por nuk është se i njihte. Megjithatë, ai shkoi nga Torino dhe shkoi deri atje për të hapur këtë dyqanin, që të vëzhgonte se si do ta vidhte atë bankë. Dhe është vjedhja më e madhe e të gjitha kohrave, është vjedhja më e madhe e shekullit. Kështu quhet. Dhe çfarë bën atë? Ai pasi pa mirë se si mund të vidhej kjo bankë, bëri një vrim, si mund të quhet, nën atë dyqan dhe derisa të dilte tek banka. Ishin shumë metra largë, duket ishin rreth 100 metra largë, 100 ca metra. Megjithatë, kur ai e tregon sot se ka dalë, kur u mblodhin të gjithë shokët që i pyeste, që ju tha se si do ta vidhnin, njëri nga këta i tha, si thet, i tha, janë 100 metra? Çfarë 100 metra janë shumë, tha. I tha, po pse, tha, ke ndonjë mbledhje për të bërë, tha, gjatë këtyre kohëra, dhe je shumë i zënë, vazhdo, tha, gjose i zënë. Se kjo është puna ime, me pak fjalë, kjo ishte punë e tij. Sidoqoftë, pas disa muajsh, arritën deri tek poshtë bankës. Por bukuria ishte kjo që ata pasi hoqën atë, si thon, lidhjet grupo circuito, si thon, grupin e telekamerave të gjitha, pra si e hoqën,
bën në atë sistemin që ata regjistronin, sepse për ata që nuk janë të informuar, regjistrimet pse janë telekamera, se bën regjistrimi që ti pastaj të shikosh në fund. Në vend të atij regjistrimi ai çoi një film porno. Dhe kaluan disa muaj dhe i kapën edhe këta. Po edhe pse i kapën? Se ata kishin bërë një gabim. Gabimi ku ishte? Ata kur dolën, shkuan në një vend që do ndryshonin makinë dhe aty filluan dhe hëngrën. Gabimi. Ky ishte gabimi, sepse nga mbetjet e ngrënies që ata kishin bërë, kapën me anë të ADN-s, me një fjalë të jargëve, aty tek ato që kishin lënë, të ushqimet kishin lënë, dhe kështu që i kapën. I kapën edhe bëri disa vite burg, por po thosha që po flitej për miliarda. Por këtë që dojë të thosha që shumë nga këta hajdutët kujtojnë se nuk i kap kush. Bile para disa kohësh, ka ndodhur këtu në Itali që dikush ishte pjesë policisë, më duket, ose karabineve, ishte njëri nga këta që ishte punonte aty dhe nuk ishte mendja që organizoi çdo gjë, por kishin organizuar vjedhjen dhe kaloi kohë. Më duket kaluan 6 vjet, 5 apo 6 vjet dhe sidoqoftë i kapën. I kapën nga gjërat vogla. Tani pse po e them këtë? Sepse nuk ka një gazet, një revist, një portal që nuk flet për këtë vjedhjen që ndodhi pardje në Itali, që në mes të rrugës këta morën ato 3 milion. Pikë së pari, në qoftë se duan, kapin. Kapin sepse tani secili është i përgjuar 24 orë. 24 orë nga të gjitha anët. Kështu që me anë të zërit, ju kam thënë që për shembull, e para njerë që me anë të telefonit. Telefoni, kudo që të shkosh, ai shikon atë rrugën që ti ke bërë, ku ke shkuar, pra ajo harta të tregon se ku ke shkuar, çfarë ke bërë, telefoni. E dyta, edhe ti po ta lësh aty, të gjitha regjistrimet janë në telefon. Pra të gjitha regjistrimet, edhe kur është aty, qëndron aty, flet apo nuk flet ti, 24 orë është i regjistruar çdo gjë që bën. Nuk e di e keni para apo jo, ai pop-up-i që hapet kur ti flet. Pra lë telefonin aty, nëse ti e lë telefonin në tavolinë dhe ti flet. Kur flet me zë të lartë, hapet një pop-up i vogël, një dritare. Sepse aktivizohet nga Google-i ose nga telefoni, e ka telefoni, nuk e ka Google-i, që ti nëse do ti bësh një pyetje telefonit e bën. Por kjo është vetëm ajo që ne shohim. Por një pjesë tjetër që ata nuk e dini, ka disa shoqëri që regjistrojnë 24 orë çdo gjë që ti bën. Pra në telefoni yt regjistrohet, kështu që nëse ka ndonjë dyshim, mjaft që të vënë njëri aty sepse ka punëtor sa të duash dhe i gjejnë. Pse po e them këtë? Sepse disa nuk e kanë iden ose disa thonë mos, po pastaj ja do bëj 5 vjet burg. Përse, për çfarë arsye? Ti do shpenzosh për të dalë nga burgu pastaj. Kështu që këto janë ato si mund të quhen disa problemet vogla shoqërore që shumë njerëz nuk i mendojnë. Dhe e disa çfarë thoshte i mat njerë, ishte thënie madhështore që e mbaj mend, nuk do të harroj kurrë. Prindrit tan thonë gjithmonë gjëra të bukura, por atë nuk do të harroj sepse ishte e bukur. Nuk ka gjë më të bukur, thoshte, një gjë më të mirë që ti të flesh rehat natën. Pra mos të flesh me mendime, që ti të çohesh në mëngjes pastaj të kesh mendime. Kështu që nuk ka gjë më të bukur që ti të çohesh edhe sikur të kesh një cop buk me vaj dhe me krip, dhe të flesh i qetë që ti në mëngjes mos të mendosh që dikush të vijë dhe të trokasi në derë apo dikush që të përgjoj. Nuk ka gjë më të bukur, sepse djersa, si gjithmonë puna me djers është për në radhë parë është lavdi që njeri të punoj ashtu siç duhet. Pastaj duket sikur çdo gjë rregullohet gjatë jetës, sepse sidoqoftë ti lumturinë e gjen në vetvete, nuk e gjen ato para, sepse parat ikin dhe vinë, po është shëndeti në radhë parë. Dhe shëndeti vjen pikërisht nga këto që tham, edhe nga stresi mund të sumuresh, sepse është logjike.
Kështu që nuk e di, në troje shqiptare a ka patur vjedhje të tilla dhe a ndodh apo jo, por unë mendoj që nuk ndodhin gjëra të tilla sepse aty ose në Kosovë për shembull, ka ndodhur Malizi, Kosovë, Maqedonia apo Shqipëri. A ka ndodhur vjedhje që ju i mbani mend po flas, Nejse, unë ju uroj një të diel të këndshme. Kam dalë të marr pak ajër të pastër, si gjithmonë 2 hapa, nuk e di keni bërë dhe ju 2 hapa apo jo. Unë ja u sugjeroj, si gjithmonë ato 4-5 kilometra na duhen në ditë, që të bëjmë 4 apo 5 kilometra, sepse lëvizin gjithë sistemi ynë, por e rëndësishme është që është qarkullimi i gjakut. Dhe për më tepër edhe merr dhe pak ajër të pastër sepse na bën mirë. Mua më pëlqen shumë për shembull ajri i pastër. Kështu që ju uroj një ditë të bukur dhe shpresoj që edhe ju të bëni 2 hapa. Hajde, ditën e mirë dhe pres në një komentin tuaj. Kush është rastisht, le t'i bëj like faqes, nuk e kushton asgjë, nëse ka harruar. Faleminderit që jemi gjithmonë bashkë.